Video është për meshkujt që kthehen femna, do të thënë që trancat. Tash ti nëse vendos pa pritur e ditë, nëse ti vendos pa pritur e ditë me çuj veten ndone nga mashkull më kthy femën. Okej. Nëse ti e vendos edhe e tregon veten e kthehesh nga aparenca jashtme me kushtet që kanë dalë sot, mund ti dë njerëz, domethënë e ban ne me besu edhe ti dënë që nga na me të respektu ty. Shumë bukur, të respektoj. Edhe unë të respektoj. Tash nëse e morim një portokall, tash do i thojmë vërtetën. Tash do jetoj pak për vërtetën, e kupton? Do morim portokall, këtë portokallën do ta kthejmë si mollë, do ta pikturojmë, do ta stukojmë, do ta bëjmë tamam që njerëzve më dallu se kjo është mollë. Nga portokall me kthim mollë, do të thënë nga jashtë më dallu se është mollë. Edhe bim dakord tonë që kësaj më i thanë mollë. Jep shumë dakord. Sa është problem këtu? E bëjmë tonë. I thënë mollë kësaj. Tash këtë mollën kur morëm ta presim për midis dhe ta shtrydhim, kjo gjithmonë do nxirrë lang portokallit. Faktikisht, ju po vuni diçka shpirtërore aq të madhe se njerëzit ju gjykojnë. Kjo është diçka shpirtërore më e thellë. Që ju po vuni. Që po mundojnë me gjithë komfort dikon, edhe po ju kanë rëmby sistemi, se s'mund të flas me një video me për shkruajtje, çan se don kohë. Po ju kanë rëmby, domethënë sistemi është blloku, është shumë sistemi sa ju kanë rëmby dhe ju kanë bërë besu se njeriu prit me besu gjithçka që i jepet, çaj serviret e beson njeriu. Kupton? Edhe unë mund të urrajt ju edhe mund ta besoni. Kupton? Se kurse vonon logjikën, ju zë fut logjikën në punë pa, sa do pak. E besoj që a thojnë tjerë, është një shprehje që shkon kështu, thot, ma mirë thot me lëndosh me të vërtetën se sa të me komfortosh me rënën. Ju keni nevojë për ndihmë. Nuk është si duhet më gjiku, ju keni nevojë për ndihmë. Na nuk ndihmojmë dot juve duke ju thënë ti o peder o kështu, jo. Ju keni nevojë për ndihmë shpirtërore. Afrojnë afër Zotit, dhe Zoti ja u zgjidh këtë sen. Jo ofër Hollywoodit, e ofër Netflixit, e ofër filmave që janë vetëm ju shpërat rrut, edhe me e bo normale, se me e bo diçka si normale këtë pjesën e kthymeve të gjinive. Kaq, do vije koha në herë për këtë temë, do flas në herë edhe mase do shpëtoj edhe shumë vetam këtë pjesë, mase jo, se di se jam unë shpëtimtar këtu, po, është edhe ku shpëtimtar. Po, mase një laf i mirë, mase ban ata dhe tak ndryshon. Kjo është qëllimi jam sepse kam hiju në TikTok-ut e rrjetet socialeve.